Ministri Edi Rama ndodhet në Izrael ku vizitoi dhe qendrën mjekësore Sheba në Tel Aviv. Qendra Sheba është e renditur e 8 në botë, me të cilën po jetësohet marrëveshja e partneritetit me QSUT. Puna do të nisë nga onkologjiku, ku tani më ekipi i Sheba dhe ekipi i mjekëve shqiptar po kujdesen bashkarisht për të vazhduar me ngritjen në QSUT të qendrës së Shebas për inovacionin dhe inteligjencën artificiale. Ky pavion urgjence punon me pacient të vërtet, ku pacienti vjen dhe nuk e takon mjekun. Doktori sot do t'jetë pacienti ynë për sot dhe çfarë ndodh në jetën reale është që pacienti hyn, jep emrin dhe të dhënat e identitetit dhe fillon të bëj bisedën me doktorin Bina, që është asistenti virtual mjekësor dhe asistenti virtual di të gjithë historikun e pacientit dhe bën pyetjet e duhura pse ka ardhur këtu. Mjekët harxojnë kohën shumë duke marrë informacione dhe në këtë sistem, kur vjen pacienti, asistenti virtual di të gjithë historikun në sekonda, sepse nuk ka një mënyrë se si një tru njerëzor mund ta bëjë këtë. Tani, Dr. Gans po zgjedh gjuhën, dhe ne nuk mund ta shikojmë të gjithë procesin, por pas bisedës, sistemi do të rekomandoj imazherinë, laboratorin edhe ekzaminimin fizik mjekësor që duhet të bëj, dhe në fund të përmbledh të gjithë historikun e pacientit se çfarë ka dhe çfarë duhet të bëj në të ardhmen, qoftë për hospitalizim dhe nëse mund ta dëgjoni vetë. I'll start by reviewing your medical record to ensure its accuracy. According to our records, you have no medical history. After he finishes the taking these, Dhe pasi përfundon marrjen e historikut, vetë sistemi përcakton përmarrjen e analizave në laborator, sepse mjeku normalisht është nën stres gjatë gjithë kohës. Dhe pikërisht sistemi e di se në çfarë duhet të bëj laboratori. Dhe më pas e dërgon pikërisht edhe tek imazheria. Dhe aty merren vendimet më pas. Dhe mund të mendosh që ne ndoshta jemi të guximshëm, dhe jemi. Dhe tani sepse ne nuk mund ta bëjmë gjithçka me një herë, por këtu kemi fiks një sistem. people would tell you not to start. Don't do that. Njerëzit normalisht të thonë që mos e nis gjithçka me sistemin. Prandaj ne e vëmë mjekun këtu dhe ulen këtu, dhe kjo është qendra e komandimit. Ata bëjnë mbikëqyrjen dhe vëzhgimin, sepse ne nuk kemi aq guximtar që të bëjmë gjithçka vetëm nëpërmjet makinerisë, por në fillim dhe ne jemi vendi i parë në botë që të trajtojmë pacient të vërtet real në pavionin e urgjencës nëpërmjet inteligjencës artificiale, por e bëjmë në mbikëqyrjen njerëzore. Pra, kemi shpenzuar shumë para në mënyrë që të vëmë mjekët këtu, por nëse ja arrijmë në një vit që të provojmë që sistemi merr vendime ashtu si njerëzit dhe nuk bën gabime më shumë se sa njerëzit, ne mund të eliminojmë nevojën e mjekut. Dhe ky është një sistem shumë eficient. What's the future? But in the meantime, the model is training. Por ndërkohë modeli po trajnohet gjatë gjithë kohës. It's training. Pra, ne mund të shikojmë nga këtu edhe nga dhoma e kontrollit të gjithë bisedën, dhe kur ulem këtu shikoj të gjitha se çfarë po ndodh. Në fakt të rinj preferojnë që të shtypin në tastier, ndërsa moshat më të thyre duan të flasin me zë më të lartë. Tani njerëzit më thonë, Small, not to change, not such a big change, but we believe. është një ndryshim i vogël, po për ne është ndryshim i madh që nëse ne mund të reduktojmë këtu 30% ngarkesën e mjekëve, dhe këtu kemi 800 pacient për çdo ditë, nëse 30 apo 40% arrim ta reduktojmë ngarkesën e mjekut, mund t'ja arrim, dhe ky është një fillim shumë i mirë. Faleminderit shumë që keni ardhur. Shpresoj që ta keni ndjerë diçka dhe ashtu si ju njoh. Disa për këtyre ndjesive që keni patur sot mund t'i përktheni në veprime
që ta bëni Shqipërinë dhe Izraelin më mirë dhe ndoshta botën më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, është një nder i madh dhe një privilegj. Dhe me zor po prisja në fakt që të vija këtu për shumë kohësh. Dhe takimi u bë realitet, por u bë realitet edhe takimi me mjekët dhe me ekipin nga Spitali Nën Terez. Dhe gjithashtu jemi shumë të lumtur për sa i përket të ardhmes, edhe fal pranisë suaj në Tiranë, edhe fal mbështetjes suaj që ne e vlerësojmë zakonisht